Ata që themeluan këtë parti me në krye Sabri Godon na lanë një porosi të thjeshtë, por dhe një përgjegjësi të madhe. Politika është shërbim me përgjegjësi. Politika është të dëgjosh dhe jo vetëm të flasësh. Politika është të duash njerëzit dhe vendin tënd. Është patriotizëm dhe krenari për kombin tënd, vlerat dhe identitetin e kombit tënd. Ne jemi trashëgimtar të një misioni, jo për të ruajtur karriget, por për të mbrojtur vlerat. Partia Republikane, Partia Demokratike, partitë e koalicionit që janë këtu, duhet patjetër të kthejnë besimin tek shqiptarët. Është koha të kthejmë shqiptarëve forcën, besimin dhe shpresën, sepse pa besim nuk ka demokraci, pa liri nuk ka dinjitet dhe pa shtet nuk ka kom. Ne kremtojmë këtë ngjarje shumë të rëndësishme të Partisë Republikane dhe të republikanizmit në një ditë ndër më të vështirat, në një vit ndër më të vështirat të kombit shqiptar. Në një kohë kur Republika është i letrave vdekur. Por Republika nuk vdes kurrë. Republikanizmi nuk vdes kurrë. Është ide e përjetshme. Historia ka provuar këtë.